Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse hani një lugë mjalt esëll në mëngjes, nuk do ta besoni çfarë ndodh trupit tuaj. Për të patur një zemër të fortë dhe të shëndetshme, ju duhet të kombinoni qumësht kokosi me mjalt çdo mëngjes. Parandalon plakjen e parakoshme. Plakja është një proces natyror i cili ndodh në çdo qenie të gjallë kur qelizat fillojnë të degenerohen. Megjithatë, ky proces fillon vetëm pas një moshe të caktuar. Kur ju shihni shenja të parakoshme të plakjes, si flokët e thinjura, rrudhat, lodhja, kjo shpesh nuk është e mirë për shëndetin tuaj. Antioksidantët e pranishëm në kokosin dhe mjaltin kanë aftësinë të ngadalsojnë degenerimin e qelizave dhe njëkohësisht të parandalojnë plakjen e parakoshme. Nëse pini qumësht kokosi me mjalt çdo mëngjes, mund të mbani larg sëmundjet pasi forcon sistemin tuaj imunitar, lëndët ushqyese dhe vitaminat që ka kjo pije, e cila kontribon në luftën ndaj sëmundjeve të ndryshme në mënyrë shumë efektive. Normalisht, shumica e njerëzve e nisin ditën me një filxhan kafe për të rritur energjinë e tyre dhe për të arritur të përballojnë kërkesat e jetës së përditshme. Megjithatë, nëse ju e zëvendësoni kafe me qumësht dhe arë kokosi me mjalt, është një opsion më i shëndetshëm i cili mund të përmirësojë nivelet e energjisë. Kombinimi i qumshtit i kokosit dhe mjaltit është një nga ilaçet më të mira natyrale për parandalimin e sëmundjeve të cilat lidhen me tretjen, pasi mban të shëndetshëm sistemin gastrointestinal. Përmirëson gjithashtu shëndetin e zemrës. Qumshti i kokosit përmban acid laurik i cili, sipas shumë studimeve, lidhet me përmirësimin e niveleve të kolesterolit në gjak dhe gjithashtu ndihmon në shëndetin e zemrës. Gjithashtu, kjo pije specifike luan një rol tepër të rëndësishëm edhe në uljen e presionit të gjakut dhe ruajtjen e enëve të gjakut në mënyrë që ato të jenë elastike dhe pa akumuluar pllaka. Parandalon inflamacionin e kyçeve. Trigliceridet me zinxhir të mesëm në qumshtin e kokosit mund të ndihmojnë në reduktimin e inflamacionit, i cili shoqërohet me kushte të dhimbshme si artriti dhe dhimbjet e përgjithshme të muskujve. Ndërkohë, këtu ne do t'ju tregojmë se çfarë ndodh trupit tuaj nëse hani një lugë mjalt në mëngjes. Ne jemi gjithmonë duke u përpjekur për të gjetur produktin e përsosur i cili mund të bëhet pilula magjike për një trup të shëndetshëm dhe njëkohësisht të bukur. Ne ju bëjmë dije se ky produkt është gjetur dhe është mjalti i zakonshëm. Këtu ne do t'ju tregojmë se kush janë përfitimet që merr trupi juaj nëse hani një lugë mjalt në mëngjes. Pastron fytyrën. Mjalti është një antioksidant i shkëlqyeshëm, që do të thotë se konsumimi i tij i rregullt do të pastrojë trupin tuaj nga të gjitha toksinat e ndryshme. Përveç kësaj, vetitë e tij antibakteriale do të përmirësojnë gjithashtu ndjeshëm gjendjen e lëkurës tuaj. Largon peshën e tepërt nga trupi. Nëse jeni duke u përpjekur për të dobësuar, mjekët rekomandojnë që ju të hiqni dorë nga të gjitha ëmbëlsirat, përveç mjaltit, kjo sepse sheqeri i pranishëm në mjalt ka përbërje ndryshe nga ajo e cila gjendet në ëmbëlsuesit e tjerë. Mjalti e rrit metabolizmin tuaj i cili është thelbësor për humbjen e peshës. Ul nivelin e kolesterolit. Mjalti nuk ka fare kolesterol. Përkundrazi, përbërësit dhe vitaminat të cilat gjenden tek ai kontribojnë në uljen e niveleve të kolesterolit. Konsumi ditor i mjaltit ka gjithashtu një efekt tepër të dobishëm në nivelin e përbërjeve antioksiduese në trup, të cilat mund të luftojnë kolesterolin e tepërt.
e bën zemrën tuaj më të fortë. Ulëmtimet tregojnë se antioksidantët të cilët gjenden në mjalt munden gjithashtu që të parandalojnë ngushtimin e arterjeve. Në varësi të vendit të ndodhjes, ngushtimi mund të çojë në dështim të zemrës, përkeqësim të kujtesës ose dhimbje koke. Pirja një gotë ujë me disa lugë mjalt do të jetë mjaftueshme për ta parandaluar atë. Përmirëson memorien. Ulëmtime të tjera demonstrojnë aftësinë e mjaltit për të luftuar stresin, për të rivendosur sistemin mbrojtës antioksidant qelizor dhe si pasojë për të përmirësuar memorien. Ndërkohë, sipas ekspertëve, kalciumi i cili gjendet në mjalt tretet lehtësisht nga truri i cili ka një efekt të dobishëm në funksionimin e tij. Gjumë i shëndetshëm. Sheqeri i cili gjendet në mjalt rrit nivelin e insulinës në gjak e cila më pas çliron serotoninën. Serotonina transformohet më tej në melatonin, një hormon që nxit gjumë cilësor. Stomak më i shëndetshëm. Mjalti është një antiseptik i fortë, prandaj rekomandohet që të hani një lugë mjalt me stomakun bosh. Ky ritual i thjesht ndihmon për të parandaluar sëmundje të ndryshme të cilat lidhen me aparatin tuaj i tretës. Përveç kësaj, ndërsa kalon pak nëpër stomak, mjalti shkatëron njëkohësisht mikrobet dhe shëron plagët e vogla në mukozë. Liron tensionin. Kjo mund të tingëllojë e çuditshme, por në fakt është e vërtetë. Mjalti ndihmon në qetësimin e nervave si edhe në lehtësimin e lodhjes. Sipas ekspertëve, glukoza, e cila gjendet pikërisht tek mjalti, mundet që të ndihmojë në trajtimin e shumë problemeve tuaja shëndetësore, si edhe në relaksim dhe lehtësim të çrregullimeve psikologjike. Sipas ekspertëve, mjalti ul kolesterolin. Përbërësit dhe vitaminat që përmban mjalti kontribojnë në uljen e niveleve të kolesterolit. Konsumimi i përditshëm i mjaltit ka një efekt të dobishëm në nivelin antioksidues në trup që mund të luftojë kolesterolin e tepërt. Përmirëson kujtesën. Studime të tjera tregojnë aftësinë e mjaltit për të luftuar stresin dhe përmirësuar kujtesën. Përveç kësaj, kalciumi në mjalt përthithet lehtësisht nga truri, gjë e cila ka një efekt të dobishëm në funksionimin e tij. Përmirëson cilësinë tuaj të gjumit. Sheqeri në mjalt rrit nivelin e insulinës në gjak e cila më pas çliron serotoninën. Kjo shndërrohet më tej në melatonin, një hormon që promovon gjumë cilësor. Ka një efekt pozitiv në traktin tretës. Mjalti është një antiseptik i fortë, prandaj rekomandohet që të merrni një lugë mjalt para mëngjesit. Ky zakon i thjesht ndihmon në parandalimin e sëmundjeve të ndryshme, të cilat lidhen me aparatin tuaj tretës. Përveç kësaj, mjalti ndihmon edhe në parandalimin e sëmundjeve të ndryshme që lidhen me aparatin tuaj tretës. Ndërkohë, sipas ekspertëve, mjalti është një produkt i cili referohet si multivitamin. Të dhënat kanë treguar se mjalti në 28 gram përmban 14% të dozës së rekomanduar të manganit dhe 8% të hekurit. Mangani dhe hekuri janë dy minerale thelbësore për të cilat trupi ka nevojë të luftojë sëmundjet dhe të funksionojë më mirë. Mjalti është antioksidant, antibakterial dhe armik i mikrobeve. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë
që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!